Të dashur teleshikues të podcastit Zoja Këshillit Mirë, ju përshëndes të gjithëve. Sot kemi kënaqësinë me pas në mesin ton arcipeshkun e Shkodrës, Monsignor Giovanni Peragjene. Ai vin me këtë moment rëndësishëm për kishën Shqipëni, në mënyrë veçantë për kishën Shkodër. Është i 130 vjetori i shpalljes së Zojës së Këshillit Mirë si pajtore e popullit shqiptar. Duhet thënë më një herë që Monsignori është kënë promotori kryesor në gjitha edhe i këtij viti jubilar, sepse sikurse do kemi edhe mundësi për të diskutuar gjatë bisedës tonë shumë miqësore, Monsignori ka një lidhje të veçantë edhe që nga thirrja e tij, edhe kreti i tij lidhje me Zojen, me Marin. Kështu që Monsignor, mirë se erdhe. Mirë se gjete, faleminderit. Monsignor, ju sikurse ne e dim, keni pak më shumë se një vit që jeni në Shkodër si arcipeshkë i Shkodrës. Por rrugtimi i juaj ka filluar herët, ose më mirë, thirrja e juaj. E dim se ju vini nga Italia, edhe dim shumë pak në lidhje me jetën tuaj personale, me thirrjen tuaj, por edhe me ecjen tuaj, sidomos edhe meshtarake gjatë viteve, sidomos në Itali. Çfarë mund të na thoni më shumë, sidomos për teleshikues edhe për besimtarë që na dëgjojnë? Pikë së pari, faleminderit për këtë mundësi që më jepni që unë në mënyrë miqësore mund të flas në këtë rast për shembull për thirrjen time, që është i lidhur për me figurën e Zojës së bekuar. Unë ku isha fëmijë, mund të themi që ka qenë dëshire e nanësime të shkoj në një shkollë shkollë që ishte drejtuar prej rregullarëve, pikërisht Etrit Barnabite. E në Altamura, qyteti kur jam lindur, Etrit Barnabite kanë pasur një shkollë bashkë edhe me një seminare që ishte në një vend i shenjtë, mund të themi, për sa i përket feja në Altamura. Do me thënë, ishte një shëntrorja e Zojës e Buon Cammino, quhet, Buon Cammino, ecje e mirë. E atëherë unë duke qëndruar atje për arsye shkollore, sigurisht, mund të them me siguri që thirrja ime ka filluar pikërisht në këmbët e Marisë, sepse atje ka qenë akoma një shëntrorje në të cilë për Altamura shumë e veçantë. Atëherë atje unë kam filluar të hecë e të zbuloje edhe, mund të themi, thirrjen time. Do thojmë që ju keni filluar këtë ecje, sigurisht edhe të pas një farë mënyre si frymëzim edhe Marin. Si lini dëshira edhe për të bërë meshtar, dhe me thënë, për ju cila ishte, po thëmë, ajo pika kryesore, momenti kryesor, edhe pse ne e dim se thirrja është një proces, edhe lind, rritet, piqet, derisa rritet e vendosja. Por si janë kënë këto hapat? Po, është e vërtet që thirrje pikë së pari është një dhuratë. E duke menduar për thirrjen time, nuk mund të them që ka qenë një rast o një moment në të cilin unë kam kuptuar që Zoti kishte drejtuar shikimin e vetë për një thirrje meshtarak. Por duke menduar për historinë time, sigurisht mund të them që është gjatë viteve, gjatë ecjes që unë kam zbuluar gadal që kjo ishte rrugën time. Sigurisht që çfarë më ka ndihmuar shumë ka qenë jeta në bashkësi.
Sepse unë e kujtoj gjithmonë disa momente në të cilin meshtarët, barnabit, takoheshin gati çdo muaj që vinin nga vende të ndryshme e unë gjithmonë them që jeta rregulltare o jeta në bashkësi ka qenë një arsye që më ka tërhequr. Pastaj sigurisht janë momente të ndryshme gjatë ecjes që mund të them që kanë qenë shenjat që më kanë treguar që kjo ishte rruga që Zoti kishte menduar për mua. Jam kurioz, besoj se sikur se unë edhe shumë shikus apo edhe mi gjitha besimtar për ditë lidhja me Shqipërinë. Për arsye se ju pjesën më të mirë të misionit tuaj edhe të jetës tuaj e keni kushtuar dhe sakrifikuar për Shqipërinë. Të pas për arsye se keni ardhur në Shqipëri meshtar relativisht i ri. Jam shumë kurioz për ditë momentet, edhe si lindi kjo dëshira për të ardhur në Shqipëri si misionar, por edhe si e gjet Shqipërinë në ato vite kur keni ardhur. Unë mund të them pa dyshim që planet të mia që ishe fëmijë kanë qenë gjithmonë ndryshe. Ku isha fëmijë, duke folur edhe me prindrit, me shokët të mia, nuk isha menduar asnjëherë të jem meshtar. Pastaj kur isha në seminari, duke rritur, duke mësuar, unë e kujtoj që vishin gjithmonë bashkëbëlezët misionar për të treguar eksperiencën e tyre nga Brazili, nga Afrika, e kanë treguar gjithmonë dëshminë e tyre. E unë e kujtoj që shokët të mi ishin të entuziazmuar duke dëgjuar dëshminë e tyre. E unë gjithmonë kam thënë unë meshtar por asnjëherë misionar, sepse unë si tip kam qenë jam me frika, i turpshem, atëherë thash jo, në qoftë se jam meshtar vetëm në Itali, edhe sepse ne si kongregate kemi pasur e kemi aktivitete qoftë në famulli, qoftë në shkollë, qoftë me të rinjt, atëherë unë kisha imagjinuar një jetë meshtarak me të rinjt në një famulli ose në një shkollë. Në 96, në 1996, etrit Barnabite kishin vendosur si provinca të hapim një mision. E mbas 2 vite shurtimi, provinca kishte menduar të hapë një mision këtu në Shqipëri. E në fakt, kanë ardhur në atë vit 2 meshtarët që kanë hapur e kanë filluar misionin e tyre këtu në Shqipëri. Kanë ndodhur një rast në të cilin gjatë kohës së Krishtlindjes, një provincial më tha, më ka kërkuar të vi në Shqipëri vetëm për 2-3 muaj për të zëvendësuar një meshtar që ishte larguar momentalisht. E unë kam ardhur për herën e parë mbas Krishtlindjes 96 këtu në Shqipëri. Pastaj jam kthyer në Firenze, ku ishte në një famulli, punoja në një famulli. Mbas 2 vite e prore erdi prap tek unë e më tha, Padre Giovanni, kemi nevojë për një meshtar më tepër në Shqipëri. E di që ti ke qenë atëherë 2 vite përpara e të ka pëlqyer, a ke dëshirë të shkosh? E unë thash, Padre, unë jam këtu mirë këtu në Firenze, e di që kam qenë atëherë në Shqipëri, kam qenë mirë, por nuk mund të them që më ka pëlqyer. Por në qoftë se unë nuk duhet të shkoj, unë nuk do të shkoj. Në qoftë se ti më thuaj shkon, unë shkoj si rregulltar, e atëherë shko, më tha, e atëherë shko. Pra, dash me ushtru virtytin e bindjes. Virtytin e bindjes, unë si rregulltar nuk marr as vendim, atëherë kam ardhur në këtu shtatori 1998 përfundimisht. Ju keni ardhur, në 2 momente interesante. Në 96-ën, pra përpara 97-s, ty i pas parasysh gjithmonë se
97 Po. në Shqipëri ishte një moment shumë i vështirë. Atëherë jeni kthy në vitin 1998, pra edhe para edhe pas. Po. Çfarë përjetimit ishte për ju, sepse duke ardhur nga Perëndimi, nga Italia, në një realitet komplet ndryshe, të organizuar, të vish në Shqipëri që jam i sigurt që vitin 97 keni gjetur në Shqipëri sigurisht më të varfën, më të shkatërruar, të dalën nga komunizmi, me shumë vështirësina, me meshtar pjesa më e madhe janë kënë, ato që kanë ngel gjallë ishin të vjetër, të lodhur, më shumë pa meshtar të ri, pra pa struktura, relativisht pa kishe do thoja, pra cilat janë kënë përjetimet edhe... Në fakt edhe kur erdhe në 96, unë ngelabitur duke shikuar situata e atëhershme me Shqipërisë, përveç në atë vend ku kam qëndruar pastaj për 19 vite që ishte famulia e Milotit, por në gjithë Shqipëria ishte situatë shumë e tmerrshëm. Pastaj kur jam unë e kam ndjekur gjithmonë lajmet që vinin nga Shqipëri mbi të gjithë gjatë rivolucionit e 96, e tare unë e kam ndjekur gjithmonë, donjëherë kam thirrur meshtarët, do të thënë kam qenë gjithmonë afër, do të kjo ka qenë edhe një arsye më tepër për të cilin eprorët kanë ardhur me kanë kërkuar, sepse qysh atëherë që erdhi e parë kam krijuar një lidhje, por nuk ishte menduar asnjëherë që të vi përfundimisht këtu. Atëherë pastaj kur kam ardhur në 98 kam gjetur një situatë akoma më e vështirë, por do të kujtojmë që menjëherë pastaj ka filluar një emergjencë tjetër me gjithë kur ka ndodhur luftë në Kosovë, që Shqipëria ka pranuar shumë refugjate, shumë kosovarë, e unë e kujtoj, sa po kishte ardhur, e kujtoj që në famulin ku ishem ne, kemi pranuar shumë kosovarë, e kemi ndihmuar, kanë qenë vitet të vështira, por unë e kam përjetuar gjithmonë me entuziazm, sepse duke ardhur këtu kam parë një realitet shumë e vështirë, por kam besuar gjithmonë në potencialiteti që ka pasur këtë popull, e për këtë gjë unë jam akoma i bindur. Interesante, ju keni ardhur edhe jeni vendos pikërisht në famullinë e Milotit, në diocezën e Tiranë Durrës. Sigurisht besoj që nuk ishte e lehtë edhe në një famulli, sikurse edhe unë kur shkoj në një famulli asnjëherë nuk është e lehtë integrimi, kuptimi, mentaliteti i vendit, i famullisë. Imagjinoje sikurse të vish nga, po thojmë, një shtet tjetër, sikurse është, besoj që vështirësia e gjuhës, vështirësia për të kuptuar edhe këto ndjesitë, sensibilitetet njerëzore, e kështu me radhë. A ishte e vështirë, thëmë, procesi edhe integrimit, edhe kulturor, por edhe baritor, sepse një farë mënyrë ju keni shërbyer aty, edhe është me ushtru veprimtarinë tuaj meshtarake. Ishte i vështirë? Shumë i vështirë. Shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë vërtet për sa i përket kultura, për sa i përket gjuhë, sepse unë nuk isha bërë një kurs përpara, unë kam mësuar gjuhë shqip duke qëndruar me besimtarët, më shumë duke mësuar italisht fëmijëve, atëherë ka qenë shumë e vështirë. Besimtarët na kanë pranuar shumë mirë, sepse kanë parë e kanë vlerësuar angazhimi ynë që të jem me popullin, të mundohemi të mësojmë shqip, të mundohemi të inkulturohemi. Atëherë besoj që vlerësimin e tyre më kanë ndihmuar mua edhe bashkëvëllezërit e mia për të vazhduar e për të qëndruar në këtë mision me shumë devotshmëri e me gëzim. Po thëmë, pjesën e shërbimit tuaj në veri të Shqipërisë e keni ushtruar si meshtar. Por Zoti ju ka thirrë për një mision ose një angazhim edhe më të madh, sikurse është ajo detyra e i peshkëve. Tashmë jo në verinë e Shqipërisë,
por në jugun në jug. e Shqipërisë. Edhe atje jam i sigurt që një realitet komplet ndryshe, kulturë një farë ndryshme, mentalitet, por edhe tipare të ndryshme, sepse një pjesë ne dim që administratura e jugut, një pjesë të besimtarëve një pjesë janë të spostuar nga veriu, që kanë lëvizë dhe kanë shkuar në vendos edhe gjatë regjimit në jugun e Shqipërisë. Por ne e dim se përveç kësaj, ju edhe keni punu atje, edhe ka pas edhe, po thëmë, të reja, e jo vetëm, të cilët edhe janë kthy, falë edhe procesit të, po thëmë, të ungjillëzimit që ju keni bën atje. Si na e përshkruan, po thëmë, këto vite shërbime, atje keni shërby në jug, besoj 7 vite, 8 vite? 8 vite. 8 vite, sepse pikërisht. Si kishe përshkruar, sidomos, po thëmë, eksperiencën tuaj në këto vite në administraturën e jugut? Unë falenderoj Zotin vërtet për përvojën që kam bërë në këto vite në jug e Shqipërisë. Jo pse në veriu nuk kam bërë përvoje baritore, por këto vite që kam qenë në jug e Shqipërisë, kam qenë më i pasur, jo vetëm nga ana baritore, si krishter, sepse kisha në jug e Shqipërisë është një kishe shumë e vogël, në një territor shumë e madh. Ju e dini që administratura apostolike e jugut është 60% e krejt territorit të Shqipërisë. Atëherë në një territor kaq e madh ekzistojnë janë këto bashkësi të vogla që tregojnë që kisha është e gjallë. Janë bashkësi të vogla, por shumica prej besimtarëve janë të kthyer në këto vite të fundit, 20 vite e fundit, falë punë baritore që kanë bërë, vazhdojnë të bëjnë misionarët që nga fillimi kanë shkuar për të qëndruar në këto zone. Është vërtet që janë disa vende në të cilin janë katolik që kanë ardhur nga veriu, nga tradita mund të themi, por unë çdo vite që kam qenë atje, edhe në këtë vit, kam pagzuar gjithmonë 30-50 njerëzit që janë të kthyer. Do me thënë, janë njerëz që në të vërtetë kanë takuar rastësisht, sepse përvoje janë të shumta, eksperiencë janë të shumta, që kanë takuar Krishti rastësisht e kanë filluar ecjen e tyre. Shumë prej tyre kanë mbaruar këtë ecje me sakramentin e krizmimit. E të gjithë në moshe të ndryshme kanë pranuar me entuziazme përjetojnë besimin që kanë pranuar. Atëherë, kisha e jugut të Shqipërisë është një kishë e re, por e vogël, e varfër, por shumë e gjallë. E unë duke qëndruar në jug, në krahasimin e eksperiencën time që kisha bërë në veriu, kam thënë gjithmonë që akoma sot kisha e veriut ka nevojë për entuziazmin e kishës së jugut, e jugu ka nevojë për tradita e mirë e bukur që e ka kisha në veriu. E vërtet, po thëmë, pjesa e jugut, sikurse edhe ju e përmendet, është një hapësinë e madhe si territor. Kjo e para. Kjo nga këtu fillon vështirësia e madhe. S'dytit, di që gjithë meshtarët edhe motrat që shërbejnë atje vinë, po thëmë, janë misionar. Po. Nga ana tjetër, a shifni ju, po thëmë, edhe një perspektiv në jug, sidomos se për këtë thirrjeve, pra nga këto, po thëmë, të krishterë që janë pagzuar dhe rriten në këtë frymën, në frymën, po thëmë, krishterë. A shifni ju se edhe aty do të ketë thirrje, do të linin thirrje, pikërisht edhe nga këto përvoja të bukura? Pra a jeni optimist edhe për Unë jam optimist edhe pse janë disa raste për sa i përket thirrje, për shembull, janë edhe
meshtaret që jetojnë jashtë Shqipërisë, që kanë filluar thirrjen e tyre në Shqipëri, por si origjinë janë prej jugut. Unë kam njohur më shumë se besoj 2-3 meshtaret që janë meshtaret në Itali ose jashtë, por si origjinë janë në jug. E kjo lind pyetja tjetër këtu. Do të thonë, pikërisht këto meshtarë që në farë mënyrë janë nga jugu, që mund të linë edhe thirrja në farë mënyrë në zonën e jugut, tash shërben në Itali. Ka një punë ose bëhet një punë apo ka interes që nga Italia apo vende të ndryshme ku ata shërbejnë për të rikthyer edhe një herë tashmë si meshtar për të shërbyer atij vendi? Duke folur me disa prej tyre, nuk e përjashtojnë, edhe se do të themi që ata kanë qenë, janë rritur, edhe janë kthyer, sepse nga tradite janë si tradite familjare, edhe janë musliman, janë kthyer në Shqipëri, janë kthyer në Kishë Katolike, e duke qëndruar në Itali kanë filluar një ecje e kanë bërritur edhe në shurime meshtarak. Atëherë, ata mund të kthejnë ashtu si vinë misionaret nga jashtë për të shërbyer në Shqipëri, mund të vijë edhe një shqiptar italian për të shërbyer në Shqipëri. Mund të jetë. Por unë besoj një gjë tjetër, që është e vërtetë që kisha e jugut në Shqipëri është një kishë e vogël. Atëherë, akoma kanë nevojë një mbështetje, nuk mund të jetoj vetëm, kanë nevojë një mbështetje, e jo vetëm nga jashtë. Unë e kujtoj kur kam qenë shuguruar i peshku në jug, në përshëndetjen time kam thënë, kam theksuar, e theksoj akoma sot, që kisha shqiptar do të bëhet misionar në Shqipëri. Atëherë, është vërtetë që kisha europian, italian na kanë ndihmuar, por tani është kohë që përveç ndihmë që akoma kemi nevojë, flas më shumë për jugën e Shqipërisë, kemi nevojë nga jashtë, është kisha në Shqipëri që do të bëhet misionar në Shqipëri. Monsinjor, shpirti i shenjtë është si era, fryn ku don edhe fryn kur don. Edhe besoj me jetën tuaj ka bë ashtu, në kuptimin që nga Italia ju ka sjell në Shqipëri, në veri të Shqipërisë, nga veriu ju ka çuar jug. E nga jugu ju ka sjell prap në ekstremin tjetër, në veri, edhe në Shkodër. Sigurisht që Shkodra është ndryshe, që thatë ju, pra nuk është energjia e jugut, por është tradita shumë shekullore që peshon rand edhe në Shkodër. Cilat janë përshtypjet e para në diocezën e Shkodrës? Pa hyrë në detaje, se më do hyjmë edhe në detaje, por përshtypjet e para, tashmë janë një vit e më shumë që jeni këtu. Përpara dëshiroj të theksoj çfarë ke thënë në fillim, fryme e shpirtit. Unë besoj shumë, sepse kam bërë në të vërtetë përvojën në jetën time. Unë asnjëherë kisha menduar të bëhem meshtar, e pastaj u bë meshtar. Asnjëherë kam menduar të jem misionar, e u bë misionar. Asnjëherë kisha menduar edhe për i peshkë. Do me thënë, unë pastaj në fund të vi këtu në Shkodër, ishte pa imagjinueshme për mua. Do me thënë, vërtet do të them që unë ose Zoti, sigurisht Shpirti i Shenjtë më ka hapur këto rrugë që unë e kam ndjekur. Unë asnjëherë kam menduar o kam dëshiruar të bëj çfarë pastaj më ka ndodhur të bëj. E kjo e në gjithë jetën time. Përfundimisht, as edhe duke menduar për ardhjen time këtu në Shkodër, që për mua ka qenë është një privilegj shumë i madh, ndihem në vërtetë privilegjuar, sepse kam hyrë brenda një pasuri fetare shumë e madhe. Unë nga fillimi kam theksuar e jam i bindur akoma sot
do të them akoma më shumë sot që jam duke njohur, duke vizituar që Dioqezi Shkodrës ka një pasuri shumë e madhe në livele e traditës fetare, në livele kulturore, në shumë aspekt. Atëherë, ndryshimi nuk ka qenë e lehtë, por falle esperiencën time, përvojën time misionar në jug, atëherë mund të themi që kam pranuar e jam duke përmbaluar sfida të reja që një territori kaq e pasur e kaq e madh kërkon, mund të themi gjithmonë me atë ndihmë e Zotit e Shpirtit Shenjtë që sigurisht ka menduar për këtë ecje, ka marrë këtë vendim. Ju sikurse edhe e përmenda në fillim, ju tash më bani më shumë se një vit, pothuajse gati një vit e disa muaj që jeni këtu në Shkodër si arqipeshkë. Sigurisht që keni taku klerin, keni taku meshtarët, rregulltarët, por edhe pak a shumë gjitha realitetet e dioqezës. Besoj që relativisht keni arrit për të shkel gjitha famullit, për të pa pak a shumë edhe se si jetojnë. Keni arrit, po them, për të kuptu se cilat realisht mund t'jenë edhe sfidat që ka kisha në Shkodër, në dioqeza e Shkodrës, po them sfidat ma emergjente të dioqezës tonë. Po sfida mund të them që është që kemi përmendur përpara, që kisha e Shkodrës, kisha e Veriut, ka nevojë për atë entuziazm e kishës së Jugut. Çfarë do të thotë? Do të thotë që një pasuri kaq e madhe që ka Veriu, kisha e Shkodrës, do të jetë në një farë mënyrë gjallëruar, sepse nuk mjafton vetëm që e ruajmë e mbajmë traditën. Ka nevoj besimtarët të besoj e kisha, jo vetëm besimtarët edhe ne, kleri, motrat, besimtarët, ka nevoj për një gjallërim. Do me thënë, kisha në Shkodër do të jetë më misionare. Misionare do të thotë më të hapur, në të cilin të gjithë do të ndihen protagonistin e kishës. Kisha nuk është vetëm meshtarët, jo vetëm motrat, por më shumë laikët. Laikët, flasë për besimtarët, në Shkodër janë shumë më shumë se meshtarët. Kisha nuk është vetëm, nuk përfshin vetëm meshtarët, por më shumë laikët. E besoj që laikët do t'jenë më protagonistë në këtë kishë. E më protagonistë do të thotë që laikët kanë nevojë të zbulojnë thirrjen e tyre, sepse ti jesh besimtarët, është një thirrje, ashtu si është një thirrje ti jesh meshtarak. Kjo është një gjë që duhet të vlerësojmë, të zbulojmë më shumë. E besoj që kjo bëhet nëpërmjet formimit. Besoj që kisha këtu në Shkodër ka nevojë të mendojmë për më shumë ecje, më shumë formimi, që edhe besimtarët mund të zbulojnë thirrjen e tyre e mund të jenë aktive protagonistë në këtë kishë. E drejtë kjo që ju sapo dhe përmendet, që vërtet kisha në Shkodër ka traditë, por ka nevojë me dalë më shumë, me kenë më shumë misionare. Ju a keni arrit për të kuptu edhe në biseda me operatorët baritor, në qoftë edhe me famullitarët, në qoftë edhe me shoqata të ndryshme, sepse vërtet po bëhet për ditë më vështirë në çdo famulli për të punuar, sepse nëse ti fillon të punon, sidomos mund të punosh pak me adoleshentat, por sapo ato rriten, sapo mbaron shkolla e mesme, atëherë largon edhe ikun. Pra ti mundesh të bëj një punë, por ata ikun. Problemi tjetër nuk është më vetëm të rrit, po se kanë ikë, por një pjesë po marrin edhe pleqt me veti. Për ata që janë pak më sensibel, më të ndjeshën, marrin edhe familjarët që çojnë në për Italia apo në vende të ndryshme ku ata jetojnë. Pra, ju
A arrini për ta pa ndryshe ndoshta edhe nga jugu i Shqipërisë për ta pa veriun, e sidomos këtë pjesë të Shqipërisë, këtë pjesë po them të veriut ekstrem të Shqipërisë, këtë lloj boshatiset, këtë lloj plakjet edhe të kishës të në Shkodër, pra keni arritur për ta, ju ka rënë sy edhe ky fenomen? Po, më shumë e kam dëgjuar, e kam parë, duke dëgjuar me shtarët që e shikoj ndonjëherë që kishë janë më pak njerëzit në kishë, por duke ardhur nga në krahasimin me jugut, për mua më duket që kisha janë akoma plot. Por problemi baritore që ne si kishë duhet të diskutojmë, duhet të mendojmë, nuk është vetëm sa njerëz janë në kishë, o sa njerëz vinë në kishë. Ne do të mendojmë, do të shqetësohemi, do të mundohemi të kuptojmë e të angazhohemi sa njerëz takohen me Krishtin. Sepse vepra baritore nuk kënaqet vetëm duke shikuar që kisha janë akoma plot o nuk janë plot. Ne do të shqetësojmë, do të kuptojmë nëse njerëzit në të vërtetë takohen me Zotin. Sepse është vërtet që Shkodër, ashtu si qytetet të tjeret, boshatisen me njerëz që largohen, por akoma janë njerëzit. Njerëzit nuk janë, unë kam thënë, jam duke shikuar, duke biseduar me disa meshtarët që njerëz akoma, për shembull fëmijë, vinë akoma në katekizëm, por janë pak ata që bëjnë katekizëm gjatë javës e nuk shkojnë të dielën në kishë. Ose di më mirë, tani fillojmë sakramentin e krezimit për shumë të rinë, edhe vjet kam bërë, nuk e di sa krezimimi ka bërë, më shumë se 200, por ku janë këto fëmijë që kanë bërë krezimimi? Atëherë problem nuk është vetëm pse nuk janë më në kishë o janë larguar. Ne si meshtar, si kishë do të themi pse largohen. E kjo është një diskutim, një reflektim që duhet të bëjmë. Do shta diçka nuk shkon, do shta do të ndryshojmë diçka, që njerëzit të vazhdojnë të shkojnë të Zotit, të takohen me Zotin, sepse nëse ne nuk takohemi me Zotin, nuk shkojmë as në kishë. Të shkojmë në kishë, sepse kemi pasur një takim me Zotin, unë kam takuar Zotin, kam zbuluar dashurinë e Zotit, atëherë pastaj kam nevojë të shkoj në kishë, sepse marr pjesë në sakrament, marr pjesë në bashkësi. Të shkojmë në kishë është, mund të themi, qëllimi, nuk është në vendin e parë. Ne do të si kishë do të mundohemi në të vërtetë të krijojmë bashkësi, që njerëzit të takohen me Zotin, të rinjt e të pleqë. A mendoni, monsinjor, ju folet pak për jugun edhe keni thënë që çdo vit keni pagzu pak a shumë rreth 50 persona. Edhe ne dim që sidomos në jug, por jo vetëm, për të arritur me bë pagzimin, kërkohet një kohë relativisht e gjatë përgatitje edhe shpirtërore, edhe formuese, edhe biblike. A mendon që për shembull në dioqezën tonë, sidomos në Shkodër apo në Veri, ndoshta për arsye të traditës, është kthy besimi apo kisha si formë thjesht si shkolla, është kthy pak a shumë si një proces gati formal por statik. A mendoni se ka ardhur koha që ndoshta duhet dal nga këtë lloj klishes edhe për të insistuar mbi gjithë atë ungjillëzimi i vërtet? Për t'ju përgjigjë ndoshta sfidave që ju thatë që ju keni krezmu gjatë kësaj kohe që jeni në Shkodër më shumë se 200, ndoshta jo më shumë 200, por besoj edhe më shumë se 300 keni krezmu, edhe në përgjithësi vështirë se ato rikthehen për të qenë aktiv në jetën e famullive. A mendoni se ndoshta ka ardhur koha për dalt nga këto formalizmat e zakonshëm, edhe për të filluar një punë vërtet ungjillëzuese, në qoftë me familjet, ato që kanë ngele që janë në Shqipëri, por në qoftë edhe me trit. Jo vetëm ka ardhur kohë, po besoj që jemi me vonesë. Ka kalu. Kemi kaluar.
Atëherë është e domosdoshme që si kishë, nuk mund të marrë unë me autoritet, por si kishë së paku fillojmë të mendojmë seriosisht mbi këtë situatë. Si kishë, kur flas them për kishë, flas i peshë, meshtarët, rregulltarët, por edhe laikët, sepse unë po shikoj që në çdo famulli, në çdo kishë, janë edhe bashkëpunëtor, janë edhe laikët, e janë laikët që do të na thojnë në të vërtetë çfarë mund të bëjmë, sepse janë ata që jetojnë në të vërtetë në jetën e përditshme, e dinë më mirë se ne cili është realitetin e fëmijëve, e të rinjve sot, familjes. Atëherë ata do të na thojnë pa frikë, çfarë duhet të ndryshojmë. Është e nevojshme që ne si kishë të marrim vendime guximtare. Edhe se kundër traditës, se kundër mentalitetin, kundër gjërat që kemi bërë deri tani, por është e nevojshme që marrim vendime guximtare për të mirën e kishës, sepse nëse vazhdojmë vetëm me sakramentalizimi, nuk e di çfarë mund të thojmë ashtu, atëherë e varfërojmë kishë. Kishë është diçka tjetër, është takimi me Zotin. E ne do të tregojmë entuziazmin kur ne takohemi me një njeri që na don, jeta jonë ndryshon, e ne do të dëshmojmë këtë takim që kemi bërë. Si të krishterë do të tregojmë më shumë gëzimi që Krishti është ringjallur dhe është me ne. Pikrisht në këtë logjik që ju sapo edhe theksut tani, Papa Francesku ishte, domethënë, entuziast shumë edhe biles ka nis një lloj procesi sa i përket sinodalitetit. Pra, ideja e një ecje së bashku. Ju me drejt thoni kjo nuk bëhet vetëm nga i peshqi, por bëhet nga gjithë kisha. Shqipëria është relativisht një vend i vogël, duke llogaritë edhe numrin e besimtarëve katolikëve që ka. Por e ka të peshën e vet edhe në vendin tonë. Si kish, si konferencë edhe i peshkëvore, sa i përket pikërisht sinodalitetit, sa i përket gjithmonë kësaj ecje, gjitha këto tematika që edhe ne diskutuame, pra i keni diskutu, keni iniciativa konkrete, do thosha pikërisht edhe këto që është një ngjillëzim, do thosha i vërtet, pra, tradita shërben si formë nisjet, edhe shumë e mirë tradita, por sikurse ju thot, nuk mjafton vetëm tradita. Traditën duhet me pasunu, edhe pasunimi është pikërisht ungjillëzimi në themel. Ju, të më thënë edhe si konferencë peshqore, si kishë, të më thëmë në Shqipëri, janë disa iniciativa që e favorizojnë edhe këtë lloj ultimit, këtë lloj ecjet në kishën tonë në Shqipëri? Po, si që Papa Francesku disa vite përpara ka filluar këtë proces sinodaliteti dhe ne si kishë shqiptarë, si konferencë peshkëvore, kishim filluar një farë ecje, pastaj me vdekjen e Papa Francesku kemi ndërprerë këtë ecje, por është akoma në shurtimin e konferencës. Po përveç çfarë thot konferenca, çfarë ne si kisha shqiptar mund të vendosim, unë besoj që një rol të veçantë ka çdo dioqesi. E në këtë ecje, dioqesi e Shkodrës ka një rol të rëndësishëm, sepse ka më shumë besimtar me traditë, sepse edhe dioqesi Tiranë është e madhe, sigurisht edhe Tiranë është një sfidë për kishën tonë, sigurisht. Por flasim për Shkodër. Shkodër mund të ketë një rol të veçantë fakti që ka besimtar me tradita, do me thënë njerëz që tregojnë që kanë një histori mbrapa, nuk do të fillojnë, por kemi nevojë të fillojmë të bashkëpunojmë, ose të ndihemi që të gjithë jemi pjesë e të njëjtë kishë, sepse sinodaliteti është pikërisht kjo, që secili ka
punën e vetë, rolin e vetë në një bashkësi, në një familje. Secili ka rolin e vetë e secili do të zbuloj rolin e vetë. Unë besoj që Kisha e Shkodrës ka një rol të veçantë që këtë heci sinodale mund të përhapet në mbar kishën. Shëlqësi jemi duke shku nga fundi, edhe besimtarët këtu te Kisha e Zojës te Bazilika shumë herë edhe gjatë kësaj kohe kanë përmend faktin që ju sapo jeni emnuar dhe keni marrë detyrën si peshë në Shkodër, keni zgjedhë që të kremtoni meshën e parë, fillimin e veprimtarisë tuaj baritore në këtë dioqezë nga Kisha e Zojës, pra nga Zoja. Po. Edhe provania hynore besoj ka dashur që pikërisht në këtë vit ju edhe me insistimin tuaj, fala dëshirës tuaj, të shpallni edhe si konferencë këtë vit jubilar që është 130 vitori i shpalljes së Zojës së Këshillit Mjes si pajtore e popullit shqiptar. Që kjo është një kohë hirit për kishën në Shqipëri, po sigurisht edhe për në Shkodër, sepse pjesa e mirë e gjanave bëhen në Shkodër. Kjo është edhe një kohë hiri për ju, sepse duket që Zoja Maria e vazhdon me ju shoqënu, sikur se thamë në fillim, krejt udhëtimin tuaj. Cilat janë disa nga aktivitetet, po thojmë më kryesore, që si kishë në Shkodër, si dioqezë, po edhe si konferencë bashkënore, mendoni për të zhvillu këtu në kuadrin e 130 vitorit? Po unë e pranoj këtë rast e jubileut si një dhuratë, një hire më tepër që ne si kishë Shqipëri në mënyrë të veçantë në Shkodër do të përjetojmë. Sapo kemi mbaruar jubileo i madh e gjithë të kishës e tani ne po përgatitemi, jemi gati për të filluar një jubile tjetër. Por është një jubile që është i shënuar nga prania e Zojës së bekuar. E Zojës së bekuar. Do me thënë, këtu në Shkodër, në mënyrë të veçantë, por në gjithë Shqipëri, Zoja e Këshillit të Mirë është pajtoria. Do të thotë që këtë vend është nënshikimit të Zojës së bekuar. Jemi këtu në Shkodër, në hyrën e Shkodrës, mund të themi në hyrën e dioqezës. Atëherë, unë çdoherë që kaloj nga këtu, para që të hyj në Shkodër, kaloj nga shëntrorja, nga Bazilika e Zojës së Këshillit të Mirë. Sikurse Zoja e bekuar e përqafon dioqezë, e përqafon kishën tonë, me shikimin e saj, me krahët e saj, sikurse një përqafim që na mban. Ne përmballojmë shumë vështirësi, mendojmë për të sëmurët, për familje në vështirësi ekonomike, vështirësi të ndryshme. Ne do të ndihemi që nuk kemi vetëm, ashtu si Zoti na ka premtuar praninë e Tij, Zoja e bekuar na thotë që unë jam me ju. Atëherë viti jubilare është një rast më tepër që ne mund të ndihem praninë krahët e Zojës së bekuar edhe në familjen tonë, në situatën tonë të përditshme. Atëherë është një dhuratë më e madhe që Zoti na jep e unë shpresoj që me aktivitete të ndryshme do të kemi shumë mundësi të kremtojmë jubilare për shoqata, për familjet të ndryshme, për fëmijë, për të rinjt. Do me thënë, një rast që ne mund të zbulojmë praninë e Zojës së bekuar në jetën tonë. Monsenjor, Zoja e Shkodrës ose Zoja e Këshillit Mirë, sidomos për Shkodrën, por për krejt Shqipërinë, është si ne thojmë ne nga zona të si bebja e syrit, është diçka e çmueshme, diçka e rëndësishme. Edhe kjo jo tash, por ka një traditë shumë shekullore që është lutë, edhe Zoja e Shkodrës gjithmonë është ajo nana që sikurse fëmia që hidhet në krahët e nanës, ashtu nana e ka prit këtë popull, e ka mbrojt këtë popull. Edhe me gjithmonë e kam në mendje atë kërkesën që i peshgvit
e Shqipërisë ja kanë drejtuar Selisë së Shejt në atë vitin e largët 1895, kur po zhvillohej Koncili i Tretë i Arbërit në Katedralën e Shkodrës për të përballuar disa sfidash, edhe i peshqvit të gjithë së bashkut kanë vendosur që t'i drejtohen Selisë së Shejt, atëherë ishte Pap Leoni i XIII. Edhe për t'i kërkuar që zoja Shkodrës e megjithatë zoja e Këshillit Spie Mater Boni Koncili të jetë si pajtore e popullit shqiptar. Edhe në dokumenta figuron që simas lajmit që jep i peshqvi Shkodrës, atja ishte imzot Pasquale Guerini. Edhe ai thotë që Selia Shejt, Papa Leoni XIII e ka dhënë përgjigjen edhe ka miratuar kërkesën e peshqvisë së Shqipërisë me 25 shkurt 1896. Edhe dihet edhe entuziazmi i kishës, edhe pse ishte një kohë shumë e vështirë, sepse Shqipëria ishte në perëndërinë osmane, pra vështirësitë e komunikimit e kështu me radhë, por kisha kishte një entuziazëm pa pamë. Për shembull, ne këtu jemi në ambientet e kishës së Zojës, atëherë kur Zoja e Këshillit Mirë shpall si pajtore e popullit shqiptar, kjo ishte vetëm rënoja, nuk ishte një kishë, por përtej një vendit, përtej një kishet, i peshqvit e kanë pa të domosdoshme që ta kenë nanën e tyre si pajtore e popullit shqiptar, pajtore e kishës. Edhe ju pikrisht në vazhdimsinë e gjithë kësaj, po them kësaj pasonie të madhe shpirtërore që e kanë trashëguar kisha, keni dashur edhe ju me insistimin tuaj por te konferencët e peshqore, pikrisht për ta shpall këtë vit si vit jubilar, që kushtohet në mënyrë të veçantë nanës së Këshillit Mirë, pajtores së popullit shqiptar, pajtores së Shqipërisë. Edhe sigurisht edhe ju përmend këtu në kishën e Zojës, e quajmë kështu sepse kështu quhet si në mënyrë popullore, vërtet sigurisht ju thotë janë njësër aktivitete që do zhvillohen gjatë vitit, do të kena një vit intensiv. Cili do ishte edhe mesazhi juaj edhe për Shkodrën, por edhe për shqiptarët. Pikrisht pas parasysh gjithmonë që figura e nanës, figura e Zojës Këshillit Mirë, është një figurë gjithmonë e rëndësishme për këtë popull. Cili do ishte mesazhi kryesor që duhet zbulojnë shqiptarët dhe Shkodra sidomos në këtë vit? Po, si thash, është një dhuratë, atëherë mos e përjetojmë këtë vit jubilar vetëm duke menduar çfarë do të organizojmë, çfarë do të përjetojmë, ceremoni, sigurisht do të jetë do të kemi shumë mundësi, shumë raste për të marrë pjesë në ceremoni, në meshë. Por gjëra kryesore është që në këtë vit jubilar mund të rritemi në marrëdhënie me Zojën e bekuar. Mund të rritemi në devotshmëri ndaj Zojës së bekuar. Ne dimë që feja katolike ka përjetuar situata të vështira, mendoj gjatë përsekutimit, duke dëgjuar edhe dëshmi, nëpërmjet lutje e rusaris që familjet në mënyrë të fshehta kanë bërë në shtëpi. E rimarrim prapë rusarin në dorë. E rimarrim prapë traditë ose zakonet të themi rusare në familja. Që rusari të jetë vërtet një zinxhir që na lidh me Zotin nëpërmjet Zojës së bekuar. Atëherë përveç gjitha kremtimet që do të zhvillohen në këtë kishë, në këtë vit, unë dëshiroj e uroj që të rritemi në devotshmëri ndaj Zojës së bekuar. Është e bukur që Zoja e bekuar e mban në dorë Jezusi fëmijë. Çdo shqiptar në Shqipëri, tani unë e përmend edhe shqiptarët që janë në diasporë, sepse edhe për ata sigurisht do të jetë një vit jubilar. Çdo shqiptar, po vlen për çdo të krishter, çdo shqiptar do të ndihet në vendin ku është Jezusi, do me thënë në krahët e Marisë. Atë do të ndihem më e sigurt, më të mbrojtur prej nanës. Është një
do të jetë një përvojë, një vite shpirtërore që na bën të rritemi në besim e një takim me Zojën së bekuar. Edhe në fund, ju praktikisht si konferencë keni dashur të bëni një komision enkas për të përgatitur aktivitetet e këtij viti jubilar, edhe si konferencë keni dashur që disa kisha që i kushtohen Zojës së Këshillit Mirë të shpallën si kisha jubilare. Për shembull, në Shqipëri është ajo e Gurrës që është në dioqezën e Tiranë-Durrësit, apo në Kosovë në Klinë, apo disa kisha tek Arbresht e Italisë, apo edhe në disa vende të tjera. E kjo për tregu pikërisht edhe peshën që ka edhe Zoja e Këshillit Mirë gjithkund ku ka shqiptar, pra nuk keni kufizuar vetëm brenda Shqipërisë, por gjithkund ku janë shqiptarët, pikërisht Zoja të jetë ajo që pajtore që e mbron popullin shqiptar kado që populli të udhtojnë. Prandaj shkëlqësi, shumë faleminderit për këtë mesazh, faleminderit shumë për këtë dëshmi të çmuar, besoj se i vlen besimtarëve, i vlen gjithëve, por na vlen edhe ne, edhe për ta njohur më shumë edhe i peshqvin ton, për ditë edhe pikërisht sfidat edhe risit që do të ketë edhe kjo dioqezë edhe në të ardhmen. Të dashur teleshikues, ju falenderoj përzemërsisht që na ndoqët, edhe ju la takim herën e ardhshme.